Mirë se erdhët në letrat rëvejnë të dashur Luan, do bëjmë leximin e radhës për ju. Unë jam Diana dhe hapja e letrave quhet Busula. Është jugu, perëndimi, lindja dhe veriu. Mesazhi i përgjithshëm që marrim nga letrat për ju sot është tregon një Luan që duhet ta marrë kontrollin e jetës së vet në mënyrë vërtet shumë serioze. Sepse ka potencial shumë të madh për rritje, lëvizje dhe sukses, por problemi është se ka edhe lodhje nga njerëzit, ndërhyrjet dhe situata që i marrin energjinë apo që ju marrin energjinë. Këtu duket një person që ka aftësi, ide dhe forcë, por duhet të mësoj të mbroj veten dhe të mos shpërndahet kudo. Është një lexim shumë energjetik, nuk flet përfunde, por flet për pozicionim. Nga po vjen Luani që është jugu 7 të shkopive. Vjen nga një periudhë Luan ku është ndjerë sikur ke qenë gjithmonë në mbrojtje, ke pasur shumë presion, kërkesa nga të tjerët, konkurrencë, ose ndjesin që duhet gjithmonë të justifikoni veten. Kjo të tregon dikë që është lodhur duke mbrojtur kufit, zgjedhjet ose pozicionin e juaj. Për disa Luan kjo mund të lidhet me familjen, punën, rrjetet sociale, ku diun, ose njerëzit që ndërhyjnë shumë në jetën e tyre. Por pavarësisht lodhjes, Luani nuk është dorëzuar. Po, keni qenë në presion, je lodhur nga njerëzit që të kërkojnë shumë, ose ke ndjerë nevojën të mbrosh veten vazhdimisht, ose ke qëndruar i fortë edhe kur je lodhur. Perëndimi që është magjistari. Luani po lë pra këtë fazë ku ka provuar shumë gjëra, ka eksperimentuar, ka menduar shumë ide dhe ka dashur të kontrollojë gjithçka vetë. Magjistari është letër shumë e fortë për talent, aftësi dhe potencial, pra. Vetëm por ta them, ndonjëherë tregon edhe mbi ngarkesë, siç e keni mendore, shumë plane njëkohësisht, ose njerëz që flasin shumë e veprojnë pak. Duket sikur Luani tani po kupton, nuk mjafton vetëm potenciali, pra duhet drejtim të qartë. Jeni duke lënë pas konfuzionin dhe shpërndarjen e energjisë. Jeni ndoshta duke kuptuar ku të fokusoheni realisht. Nuk do më të harxhoni energji kot. Fillon të marrë më me seriozisht qëllimet e veta. Dhe kjo është gjë pozitive. Lindja, Luani, lindja që do çfarë ke përpara 3 të shkopive. Përpara duket zgjerim, lëvizje dhe mundësi të reja të dashur Luan. Kjo është letër shumë e mirë për plane të reja, shiko si po bën gati një valigje këtu, që e pasqyron në farë mënyrë gjërësin, udhëtime, punë, kontakte të reja ose zhvillim personal Luani. Duket sikur Luani më në fund po fillon të shoh rezultate nga përpjekjet e veta. Por mos harroni Luan që kjo letër kërkon edhe durim. Gjërat nuk ndodhin brenda natës, por drejtimi është pozitiv. Kjo tregon që po hapen mundësi të reja, mund të vi lëvizje në punë ose financa, ndryshim ambienti ose rutine, njohje të reja që sjellin përfitim. Ndjesi që jeta po fillon të ecë përpara. Është pozitive apo jo? Dhe veriu. Hapi tjetër që duhet ta bëni Luan është mbretëresha e shkopive. Shoni kjo po bën një lloj rituali këtu, është energji perfekte për ju të dashur Luan, beso më shumë në veten dhe mos u zvoglo për askënd. Mbretëresha e shkopive është vetbesim, magnetizëm, forcë personale, kreativitet dhe energji që tërheq njerëzit natyrshëm. Por kjo mbretëresh nuk lutet për vëmendje dhe nuk vrapon pas askujt, ajo e di vlerën e vet. Pra, mos u fshih Luan. Tregoj aftësitë tua, vendos veten në një plan të parë.
Mos prano njerëz që të ulin energjinë, apo afër vetes, puno për veten më me shumë siguri. Të gjitha këto tregojnë për një Luan që ka kaluar lodhje dhe presion, por tani po hyn në një fazë ku mund të rritet shumë. Sidomos nëse ndalon së harxhuar energji me njerëz apo situata që të mbajnë të bllokuar. Mesazhi kryesor që mund të marrim nga ky lexim të dashur Luan është: kur ndalon së mbrojturi veten nga të gjithë, fillon të përdorësh energjinë për të ndërtuar jetën që do realisht.